Ky është gabimi që bëni me xhinset, prandaj edhe atyre u del shpejt ngjyra. Në mënyrë që xhinset tuaja të qëndrojnë sa më gjatë të reja, është jashtëzakonisht e rëndësishme se si i lani dhe çfarë vendosni në xhepa. Edhe pse xhinsi është një material i qëndrueshëm, ai mund të fillojë të përkeçohet më shpejt me kalimin e kohës nëse nuk mirëmbahet si duhet. Çfarë mund të ndikojë në cilësinë dhe ngjyrën e xhinsit? Vendosja e gjërave të mëdha në xhep. Xhepat janë të destinuar për vendosjen e gjërave më të vogla siç janë faturat. Megjithatë, shumica e njerëzve vendosin celularin, çakmakun, çelësat në xhepat e tyre. Për shkak të kësaj, xhinsi mund të fillojë të zbehet para kohë në ato vende. Larjet e shpeshta e dëmtojnë atë. Duke e larë më shumë, xhinset bëhen më të holla dhe më të prirura ndaj grisjes. Rekomandohet t'i lani ato të paktën mbas 5 herë veshje. Larja në temperaturë të lartë, tharja në rrezet direkt të diellit, fërkimi në pjesë të ndryshme mund të jetë gjithashtu një arsye pse ato dobësohen dhe fillojnë ngrisje.